Historia e tyre e dashurisë nisi gjatë kohës që ata ishin pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, asaj së Big Brother VIP2. Ishte këngëtari Luis Eili, ai që e shfaqi i pari pëlqimin ndaj moderatores Kiara Tito, ndërsa kjo e fundit pas shumë tentativash, ju dorëzua pëlqimit për të. Në një dasmë të organizuar nga vëllai i madh brenda shtëpisë, Kiara i dha puthjen e parë Luisit, derisa dasma e vërtet ndodhi në natën finale të spektaklit, ku dy të rinjt kurorzuan dashurinë e tyre në martesë. Nga kjo dashuri në 30 prill të vitit të kaluar erdhi në jetë vogëlushja e tyre Luna Mari. Ata vazhdojnë të jenë çifti më i famshëm në Shqipëri dhe shumë të angazhuar jo vetëm me punët e tyre, por edhe nëpër rrjetet sociale. Së fundmi, Kiara dhe Luisi kanë ndarë në rrjetin e tyre social Instagram një video ku shihen së bashku teksa ecin dorë për dorë. Jemi bërë makçi, sot tha Kiara, duke treguar atletet e tyre që ishin një lloj. S'kishte për Lunën kështu që e lam në shtëpi prej inatit, tha Luisi me humor.